Unë do flasë gjithë jetën fjalë më të mira për popullin grek, për mikpritjen e tyre, për humanizmin e tyre. Unë do flasë me superlativa për mjekësinë greke, që nuk ka lënë dokument pa falsifiku me mjeku shqiptarët e pa dokumenta. Unë do flasë gjithë jetën fjalë më të këqija për shtetin dhe klerin grek, dhe median grek. Pra, për kleri, media dhe shteti grek janë më armiqësorë ndaj emigrantëve të kryesisht atyre shqiptarë. Ato janë më falsifikuesi e shqiptarëve të atje. Ata janë më shnjërzorët, me statistika do të them masakra që është për në dhe. Po nuk është vejtë flasim, basi do flasim gjatë këtë punë, se çfarë ka ndodhur në Greqi dhe se si manipulohet me emigrantët shqiptarët. Duke lënë pastaj shtetin shqiptar që nuk ka ekzistuar fare. Ambasada jonë s'ka ekzistuar fare për neve. Imagjinoje të lesh 2 vetë në Greqi kur keni milion shqiptar, emigrant, dhe të lesh po 2 vetë në Kinë. Piko kur aty doshin 10 përkthyes, juristë të tjera atje. Po neve s'na ka faj popullit dhe shteti grek. Faj na ka tradhia e shtetit shqiptar që nga 90.